nuk po të njohëm kush je, tash po të njohëm. Mos i merr mo përgjegjësitë tona. Ose, nëse ti don me i marrë përgjegjësitë, hajde të na atje, bashkohu me neve në luftë edhe ty të japëm funksion komandanti. Çka tha? Edhe tani janë shty aty diçka që nuk kanë kalu mirë, dikush thot janë, unë e di që s'kanë kalu mirë, unë e di që janë shty me fjalë, unë e di që s'u konë shumë punë e madhe ajo, që shë bojnë mediat e njerëzit. A, ka pranu azimin me orë të ju? Jo, s'ka pranu. S'ka pranu se unë nuk ban me arë, se atje është rrugova president, apo kupton, e që si njajsh me plus, që s'po du me bo shumë të madhe këtë punë, i ka thonë shkoni, bëni që ka doni, kur t'hiqet rrugova, në të kuptimin që hiqnë rrugova në Sevjone, apo din, në të kuptimin. Ja, kjo është akuzë rallë, s'ka thonë azëm Sylla hiqnë rrugova. Mua që shtu më ka thonë Zahiri, bre. Ja, t'ka thonë. Jo, ha. Unë nuk jo marrë këto, as me bo. Po, s'guzojna me akuzu njerës, që s'ban kështu. Unë po thëmë që kam ka thonë Zahiri, se se kom nije. Se unë nuk e kom nije me vesh. E po pa e një mëse mëse falë. E po tash edhe e kom nije Zahirin, pëse mos me folë. A do t'jesh dëshmitar në gjykatën speciale? Unë? Ti. Ti burë, ti bashkët ku ke donë ata janë gjykatën speciale, janë Haug, janë njerëz. Kush janë? Po është Hashimi, është Kadria, shukët e të të luftës, bashkë luftarët, ti po delë për thuje na i ti kështu e kështu. A do t'jesh dëshmitar a ju? Unë dëshmitar në Haug, kur s'ka më ndodhë kjo kur. E qka nëse ki shkon në Haiti në Haug, a kështë shku dëshmitar? A kështë shku dëshmitar në Haug, kundra në Haitit? Jo. A je sigurt? Shumë e sigurt. Kur resh njetë? Jo, kur resh njetë. As kur... Basa asan, qëre ku janë kamerat, me po më të poti në Haug, mësë më preta në kur t'i shkosu. Kur s'ki me po? Se ja keni zanot të ravis kur ta shumë nga si vesh. Nga, Hoga mundet me më thirë kur dënë. Si kur gjdo një tjetër. A pi javranën shukve to? A javranën atje shukve to me qëtu deklaratat tua? Andi është keq, atë dhimet në Haiti? Në Haiti nuk në Hogë. Pa atë dhimet kështu personalisht i personalisht, a ndi e keqore të ta? Pa shasy të më dhimet. Se është njëndër, jo njëndër, po është njëri ma i kesh trajtu me në burg. Ka edhe më të kesh trajtum, se kush prej tyre? Ka ndalë, Jano Zëneli, heroj është ka dali vdekur, si dihen ku i ka, është Sabit Lahu, si dihet ku është. E për na Haitin ke thonë që domethënë ka çu pekur e kanë rrej shumë. Ti kur kanë rrej, a ke qitë emra, a ke thonë në shpilon është. I kam letrat. Pa ke qitë ty për Jo, këtu letrat kallëzojnë, apo do me lexuat Hasan Zënelit. Po bere. Ajo të na Haitit, që? Po. Hajde pra, faqe nisë. Faqe ty bën e di, heni që të rangë. A i para në Haitit a mas në Haitit? A? Para jo, mas në Haitit. Mbrojtëse, Akëzuari, Agim Makulli. Jo, para Agimi. Agim Makulli, Hasan Zënili. Po. Të mbrojtësit e të akuzuarit Hasan Zënili. Jo, të mbrojtësit kokmi. Hasan, që kom deklarua une. Mbrojtësit janë ma poshtë a manal. E për tash kom haru, pasha zotën. Në shta dhe aty janë mbrojtësit e në Haitit që ty që i lexumë. Jo, këto... Kjo që e lexumë është në Haitit, vetë që ka thonë. Po në Haitit nuk për ja lexojmë. Për shkak se... Selim Lukaj, akuzuari Selim Lukaj, është pak. Ismeti, në din këto që dajë në Haitit. Isak Shaboni këtë atë. A i para Isak Shaboni? Po, hajde. E akuzuari. Fader Selevici, e akuzuari Agim Makulli. Edhe njo? Hasan Zënila, e akuzuari Hasan Zënila në mbrojtjen e tij të paraqitur para gjyqtarit e TUS të kësaj gjykate ka deklaruar se me iniciativën e tani të ndjes Zair Paraziti ka hyrë në organizatën ilegale ushtrisë lirimtare të Kosovës, fillimin në 93, kur dhe ka marrë pseudonim Beluli, pastaj është kyç në punën aktive në fillim të vitit 1990, punë ti si do shoh. Shpelëzoj domon se e ke pranuar që ke pasi. Po çka më një pyetje, çto po mlin pyetja. Ti e ke pranuar dhe ti po thu që në Haiti se ka pranuar, domethënë.
Që ty për të mu me aludu, apo, besaj e po shone. Me sa e po shqeton, që shtu për të me thonë ti? Qysh shkruan për mua, Në për Naitin. Po në rregull të që është më letë apo i pyetjen. Domthon, ti e ke pranuar që ke qenë, që këna i disi. Ta shtrohet pyetja, nëse Naiti nuk e ka pranuar që ka qenë në SHK, atë çish ka pas me të konspiru Zairin? Jo, Naiti e ka pranuar. Ja, këto po shkruaj që Forët e tuaj dione, të hulumtuesve. Naitit nuk ja lexoj deklaratën, se i kam thonë fjalë shokut tam Jakub Ismailit. Që është ndërmjet meje dhe Naitit. o kur i s'pat lidhe më këtë. Edhe një televizion marrë këmë thonë kjo është kapitulli mbyllur për Naitin. S'po du mu marrë me Naitin. Ama e besë që mos ki më marrë me këtë. Unë nuk merë në më me këtë tim. Por Bislim Zoga i ka me shku e me demantuar që ka thonë. E me Sadiki Shaki u burni me? Ha? Me Sadiki në dhaj ka qenë burë Dobrovë, Sadik Zeqirin. Po e valloj që po të thëmë. Ha? Unë e kom parë që Sadik Zeqiri ka folë këndër meje. Qka e lidhë me mua ato? Qka që që po të thëmë? Jo, qka e lidhë, ato sen se lidhë me mua. Ka qenë borë për ty o borë? Aja është një dezerter që ka ikë për Ramush Haradini. Aja bënë bethet kur Ramush Haradinin, unë e po se kam frënduftës dëmonë se që më konë ka aje, është orë. Unë e kom një. Po më s'falë për me të një në po s'po foli me të njime. Po foli qka e lidhë me mua Sadik. Po koni burgosë që aty? A ju koni burgosë Po që një pyetje tjetër qka e lidhë? Që u morë në rrugë. A është e vërtet që në përkujtimin e masakrës së Dubrovës dhe të mbjeturat të masakrës Dubrovës, në patronatin e kryeministit të Republikës, zotët Albin Kurti, e ka mojt fjallën e rastit, ju ka thirë juve dhe na e tasonin, Naitin e ka falendru, gjithi ka falendru ty ju. Pse ty ju? E kom po në fjallimin. Pse më falendru mu? Ke qenë edhe të mesin e ty me burë. Po, unë e kom qenë mesin e tyne, po unë e kom qenë me ta. Edhe unë e jam aj që e kom kap, që e kom marrë për reshtit tret, na e tasonin e kom ullë qëto të unë në karikë të parë. Se më ka orë tërp edhe rënë me po në rënin e tret. Unë e kam respekt për Naitin, o dost të jam. Unë e qka dush kam me Naitin, bëj unë me Naitin. Më ma prek Naitin dikosh nuk banë, se prishet me mu. Më ma prek Kadri Veselin dikosh nuk banë. Unë në shta vetë kërsh bona me to. Po dikosh më më folë për tonë vjene ronë. Po në kishe deklaruar diçka në Facebook për Hashim Thoshin? Qysh? Kishe thonë edhe Hashimi s'du më masho. Po nuk du më masho Hashimin, kush e shon Hashimin nuk o kësajte, nuk o mirë. Mos e shojnë dhe dëshu këto për leje. Po e shojnë, po gabojnë. Shumë gabojnë, shumë rënë gabojnë. Është pjesë e luftës, gjdo luftetar që një gur e ka qitë në mërë, për mua është arë e diamant. Por, kur aj gënjen edhe shpik, edhe shpif,